Garat me deve. Muslimanët ishin shumë të dhënë pas garave me kuaj, me deve, me shigjeta e pas shumë garave të tjera. Islami e kishte bërë traditë ushtrimin e garave, sepse njohja dhe mjeshtëria e tyre ishte e nevojshme për ushtarët. Profeti, udhëheqësi i bashkësisë islame, merrte pjesë vetë në këto gara, dhe kjo ishte nxitja më e madhe dhe më e mirë për të rinjt për të mësuar artet ushtarake. Deri në kohën kur në këto gara merrnin pjesë vetë prijësit e islamit, në mesin e ushtarëve ruhej shpirti i vetmohimit dhe i heroizmit. Profeti, herë i hipte kalit dhe herë deves, e hynte vetë në garë me të tjerët. Profeti kishte një deve, e cila njihej që vraponte shpejt dhe me çdo deve tjetër që garonte, kishte fituar. Pak nga pak, disa njerëz naiv filluan të mendonin se deveja ecte shpejt vetëm se i përkiste profetit dhe nuk kishte deve në botë e cila mund të matej me të. Një ditë, aty vjen një arab i cili tha se ishte gati të bënte gara me devene e profetit. Shokët e profetit, të sigurt në vetvete, dolën jashtë qytetit për të parë garën, aq më tepër që tani vetë profeti do ta ngiste devene e tij. Profeti dhe arabi dolën përpara njerëzve dhe i vun devet në vijën e nisjes. Shikuesit ishin shumë të entuziazmuar, thërrisnin e bërtisnin nga gëzimi. Gara filloi dhe për habinë të gjithëve, deveja e arabit e la pas devene e profetit. Ata mysliman që patën menduar për devene e profetit u zhgënjyen. Ata u prishën në fytyrë. Profeti u kthye dhe u tha: "S'keni përse të mërziteni. Deveja ime, duke u akaluar të gjithave, i hyri vetja në qejf, filloi të mburri, e mendoi se asnjëra nuk ishte më lart se ajo. Mirë po, rregulli i Zotit është që mbi një dorë të jetë një dorë tjetër, dhe pas çdo ngritjeje të filloj ulja, dhe çdo mendje madhësi të thyhet." Mençuria e dobishme e profetit i bëri të kuptonin gabimin.